Hamojra, si je? Si kalove, Mario? Mirë. Si me ndonë sot? Qa do bëjmë? Do të pres ty. Do hama, do pima? Do hama po do pim. Do pim të erë, se erën e parë, hangra. Unë kam një surprizë për ty. Seriozisht? Sot kam një surprizë dhe shumë interesante. Po e ke o gjaku, no? Se kam besur akoma, se të akoma foto. Ska ardhur akoma koha. Të dashur miq, ky është Dario. Dario prezantohu. Unë jam Dario, jam bartender, Mi emrin. Dario Vila. Jam student i Marios dhe shqisi është kur bën studenta shumë të mirë që Prit të dalë dhe unë këtu. arrin të pish pije të mirë. Unë jam student, më fal, unë jam profesori. Dario, unë e di që ti je bërë një nga më të mirët e Shqipëri për momentin, edhe kjo më jep shumë lumturi dhe krenari mbi të gjitha, por dua të më thuash një diçka. Sa koktejle bën në ditë? Nuk di të numëroj shumë, por bëj një mas të mirë. Unë për kafe kam mësuar, pastaj matematikën e ka vetë ky. Bën goxha, unë mendoj se ti mund të bësh edhe 300-400 koktejle. I bën dot? Fundjavë bëj masivisht. Sa ditë e javës është me qetë, janë pinjes dhe alkohol. Po mirë, mund të ulesh çik më poshtë, na kaputej qafën, na dhëm qafën. Okej. Dario, në ratë të parë, shumë faleminderit një herë që do bëhesh pjesë e emisionit tim, Arom Kafeje, edhe të erës. Ta më thuaj. Faleminderit. Të kam lëmë të flasë për të gjëra. Edhe do na bësh një koktejl me kështu, me whisky, vodka, çka ke ti. Kujtesë se... Por, sfida jote do jetë të më bësh mua edhe erës koktejl me kafe. Super. Atë e kam menduar 2 receta për ju, sepse unë koktejlet i bëj sipas njerëzve dhe çdo njeri ka veçantinë e vet dhe koktejli do jetë i veçantë. Paha, ashtu edhe për ju. Të dëgjojmë. Si e kanë emrin koktejlet? Si po pres. Shi do të bëjmë 2 koktejle. Njëri quhet Espresso Martini, nga unë për Marion, dhe njëri quhet Breakfast Martini nga unë për Erën. Më fal, mund ta kthejmë atë me breakfastin? Se kemi dhe pangrën që në mëngjes. Unë dhe ju bëtë mund t'i ndrojnë të përvoni. Jo. Të lutem Dario, më thuaj diçka. Vez, do ketë ai koktejli? A do ketë vez? Ta e vez Mario. Është pak luks. Po salqiqe do ketë? A salqiqe? Atë breakfast? Do t'i sajojnë edhe ato Mario direkt. Po. Vetëm se ti vinë shumë vonë dhe pullat 10.000 i bën vezë të reduktuara. Atëherë do ta shumë se kafe në mëngjesit ose do hash vezën? Më mirë, jo, do ha vezën. Mirë, hajde bëjmë koktelin të parë dhe pastaj ham breakfast. E ftojmë gotat. I ftojmë gotat. Ku i ftojmë? Me akull, do ftojmë. Gota, mirë se erdhët në emisionin tonë. I ftojmë me akull. Super. Ashtu. Atëherë të parin do bëjmë koktelin me kafe. Po. Pastaj do të bëjmë breakfastin. Okej? Dakor. Duhet të bëj kafen tani. Po mirë, mund ta bësh. Po mirë bëj. Të dashur miq, sa të na bëj Dario kafen, jemi këtu me Erën. Edhe të pëlqen, ë? Mos ka ndonjë vend pune o Dario këtu për këtë vajzën, se i pëlqeu lokali. Lokali quhet Juliet, ë? Romeo më duket se ke gjetë. Unë jam Mario, çfarë Mario? Romeo apo Romario thore? Romeo. Po s'ka gjë, ndrojmë. Edhe që thua era, Dario kafe është gati. Kafe. Së shpejt që e bëre. Po prandaj quhet kafe ekspres. Është shpejt. Atë do të na duhet një mas kafe. Po. Një mas kafe, 30 ml. Të erdhi aroma Mario? Urdhro? Të erdhi aroma kafes? Aroma e kafes. Gjithë kjo emision Arom Kafeje, edhe ky thotë të erdhi era e kafes. Me shikuri kemi aromën e kafes. Besoj është... Na duhet 20 ml liker kafeje. Liker kafeje, po. Iku dhe likeri. Iku dhe likeri. Na duhet vodka. Kujdes tani me sasin. 50 ml. 50 do edhesh? 50. Ska që nuk punon më ti Mario për sot. Për sot e mbylla. Okej. Mbaj përgjësia, Luka. Jo, ti s'ke as edhe një përgjësi. E mbërcojmë pak me vanilje dhe i Kjo bëjmë është shije. mbaj ju, do me. Kjo është e veçanta.
që ne mund t'i bëjmë. Super. Dhe unë të dashur miq që po mendoja, ky kam munges në gramatur. Pra, hodhi 20 ml kafe. Tani thash, ku e do ki një 10 që tjetër? Si ja hodhe, tak, doli dhe likeri, Doli dhe vanilje. 10 që tjetër. Atëherë, për ta bërë kremoze duhet ta shekerojmë mirë pa aku, në mënyrë që të lidhim njërin me tjetrën kafen. Po. Por, këtu tek pa akull, mungon dhe tingulli dhe zhurma e tangos. Ne shohim që është bërë një trup e gjitha. Po, duket pak, sa marrë duket edhe në mënyra se si ajo bie. O, sa bukur. Si po pres ta provoj. Kjo është e imja, tham. Shpunge me atë ti. Mundoh dora Mari. Rife të bëhet kremoze, rife. Tani është lidhur përse. Një është fiks. Gotën e kemi gati. Po, me ana thuaj pak, Dario, përse gotën e kishe me akull? Që të mos i prish atë temperaturën koktelit, por të jetë një lloj deri në fund të koktelit të jetë ftohtë. Ishte provokacja. Si gjithmonë Mario. Thjesht, unë nuk e dija, prandaj e pyeta. Çka? Jam mësuar me Mario, kështu që i pranoj gjithë. O, sa mirë. Do të na duhen dhe Sa 3 kokra kafe? 3 kokra kafe. Sa 3 kokra, 4 kokra do jetë. A do të veçantë. Ua, këtë e bëri të vetëm këta, shi? Ti ja këpeshe veçantë me Mario. Bëri 3 andej dhe një këtej 4. Shumë bukur. Kjo ishte për mua. Kjo është gati. Po. Edhe pse duhet e gocës e para, por Tashi, ka gjë. Nuk, jo, ti nuk do e pish, do presësh atje të çdo etja. Humbe, jo, unë nuk do pi, as bëhet fjalë tallesh ti të pi unë para erës. Tre vazhdoj me breakfast Martin. Me breakfast, po. Hajtë shohim ku do hedhësh vezën tani. Ja po që nga e çeli. Na duhet marmalat, do të thënë është ajo nga anët tuaja quhet liko. Liko, po. Liko portokalli. Ne, kjo është liko portokalli. Po, kjo është liko Çfarë thua? portokalli. Bëhet vetëm me lëkurën e portokallit. Më lutem bukën. Është gati për të ngrënë. Po gati ta bëjmë ne. Na duhet 20 ml lëng limoni, Po. 20 ml liker portokalli Portokalli, bravo. dhe 50 ml gjin. Të dashur miq. Kur sekreti. Tu na qenë nga sekreti. Bëjmë një stirë, të shkrijmë marmallata. Se të gjithmonë abërcirat, kur ftohen, nuk shkrin, por trashen, kështu që na duhet ta lidhim kështu. Dhe... Era, ti mund të marrësh këtë me kafe Jo, këtu. të lutem. Po kjo, do ketë kafe brenda? Do ketë sepse do t'i përzjeni do dy, do t'pijmë dy. Po, okej. Frapeja në shekerimin e bark. Ding, 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 ding. Barku përbën të gjitha koktejlet që njerëzit nuk e mendojnë që kanë koktejl në bark, bravo. gjithë gjërat ku përzjeni quhen koktejl. Vetëm shekeroj me dy duar. O, gjëra, tingulli. O, çka tingulli. Ritëm spanjoll. Më pëlqen. Mbaje edhe çik Dario, mbaje. Shohim që gota është ftohur dhe koktejli është lidhur, është ftohur tash. Bravo. Edhe këtë në gotë. Po Dario, Martini, përse kjo quhet breakfast martini? sepse pihet në darkë. Pse quhet breakfast martini? Tani duhet ta aromatizojmë. Po. Edhe të bëjmë një twist portokalli të dashur miq. Oh, më vajti pak në sy. Ku qenë ka sekreti? Shiko sa të bukur që e ka. Mario, bëra xhelos tani. Jo, këtu nuk jam xhelos fare sepse direkt do ta marr vet. Jo, nuk e fush këtu. Jo. Faleminderit. Ja, tjetri është gati. Sa bukur. Dario, ti tani mendon se mbarove me kaq. Jo. Unë sa kam filluar punën. Dario, të lutem na bëj dhe një koktejl tjetër
çfarë të vinë në mendje ty? Për vete apo për ju? Ta bësh për Apo ta bëjmë gëzuar këtë? ta bëjmë gëzuar më. Okej, super. Hajde. Super. Tani do shkrish talentin. E kam edhe një tjetër gati. Sa bukur. Më pëlqen. Të vëmë Darion në vështirësi. Op, Unë time e bëj pa mas, Mario. ky ishte Nuk e koktel latri. i klubit të dashur miq. Ju që jetoni në Angli, e dini shumë mirë se çdo të thotë ky lloj kokteli. Do të thotë që dalim nga klubi në orën 6 të mëngjesit tap. Edhe shqiptar. Unë jam shqiptar. Gëzuar. Të bëjmë gëzuar tani? Hajde gëzuar. Se nuk i pim këto. Era gëzuar. Prit! Prit duro. Provojmë çik nga kjo. Çfarë është kjo gëzuar edhe të mos provojmë? Ose vjen era e portokallit. Dash për mish. S'të provosh vetëm ti. Ju thash që të dy do të provojnë të kafen, kështu që shpëtojnë sot. E, shumë e shishme kjo. Edhe shumë e mirë, Mario. Ua, Është fantastike. kush? E provova. Mos e pitë gjitore. Shumë interesante. Kjo është një nga arsyet që njerëzit dehen këtu, Mario. Nuk dalin dot se te pëlqejnë pijet. Pa Po dalë? pra, shumë e mirë. Edhe kjo është shumë e lidhur. Sidomos vanilja bën Ah, i ka dhënë kështu shumë, një po. kombinim perfekt. Po Diferencë. dehem. Dario, je fantastik. Faleminderit shumë. Dhe jam shumë i lumtur që u zbukurua bari sot me të njerëz Faleminderit. si ju. Edhe Edhe një profesionist si Mario. Edhe me i pjetë dashtë si ty. jo, në fakt era nuk është se pi shumë alkol. As unë nuk pi alkol. Ky është realiteti, por era e ha filloj të alkolin. Po vjen. Jo, lej këto me mua ti, shi qa pi aty, provo, ande provo këtë, ajo, Po të kjo, mësohemi, të kemi provuar të gjitha. po. Po si jo? Unë era e di si jam bërë, do më thënë, pjetë dashës, duke provuar. Se aq shumë bie kasa. Edhe të mbaroj të çdo ditë. Edhe jo kështu, kemi provuar kështu thuaj, në këtë formë. Shumë. Merë kështu, Dhe ka la, edhe tu ja, pastaj vazhdon me radhë. ka që prova. Edhe pi kështu nga 10 koktele, u bë një gotë. Edhe them unë nuk pi, po gjatë gjithë mbrëmjes je bërë tap. Po jeta jote si është o Dario? A del ditën? Apo Tash i ka filluar dalë ditën, Mario, se s'kemi shumë orar, nuk është të rrim shumë natën, është i reduktuar. Po dikur, kisha 5 vjetë që s'qohesha në mëngjes, edhe ishte që ke vështirë. Tash i kam filluar po përshtatem edhe unë me popullsinë. Po. Dario, je gati? Jam gati. Do bësh prezantimin? Ne do bëjmë një shot stjele atë Mario aty. Unë e ashtu të pitë se është e Se inja. ti me ke mjetin e provim, e digestimit. Do bëjmë 5 shosa, 3 për ne dhe 2 për stafin tim që Okej, po më presin t'i pinë. jemi shumë dakord. Super. Jepi atëherë, Vazhdojmë. trego talentin. Pa. Mua ma bëjmë më pak kështu, Ja dhe në shtudi ma. të fiks fare. Sepse gjatë momentin që ti po mendoje, Si që jam vetë me mua më erdhi mesazhi. të lëmë. Mos e thoj do ta pim me fund këtë. Pa fund, ku ka shot pa fund? Prandaj quhet shot. Shot do thot goditje. Po. Ta godasim motorin për të ndezur. E prishe. Sa e bukur e prishi? E prisha? Se po normale, do ta këshet më nga dalë. Ja, tani e rregullove. E rregulloj të dashur miq dorën. E rregull. E rregulloj dorën. Mos u bëj merak Dario, ti tregojmë këto në televizion. Do t'i shohin gjithë këto që bën. Live, Mario, jemi live. Live ndodhin. Shumë bukur. Kemi edhe një ingredient të fundit, që do të lërë shien pasi e ke marruar shocin. Po. Prish edhe këtë tani. Nuk e prish. Është çik delikate kjo si shok. Më falë, ku pi unë nga këto gjëra? Këtu te unë. Apo se kështë kështu petir. Bërë kështë petir që s'pi fare. Po s'pi fare, po edhe. Unë do të ha. Ups, ta.
Ajo do të vëgryej që alkooli që të hapet Oreksi për ngrënë. Që të hashta më. Era, shiko se sa interesante është ndarja e tyre. Pra, edhe një bartender ose një barist duhet që produktet që bën t'i mendoj se si do renditen. Jo merre hir brenda në gotë. Kupton? Pra, po të shikojmë pak mënyrën se si e ka krijuar produktin, gjithë sekreti është tek performanca, pra tek ajo që do jepet në tavolinë. Prandaj duhet të respektojnë gjithmonë bartenderat. Okej. Kjo Mario, pjesa më e madhe e njerëzve që domethënë e pinë klub e ndezin me zjarr, po tash s'është nevojës. Jo, nuk është e nevojshme se Bëhet më fort. Ne jemi qetësi, kështu që shpejt jemi herët, kështu që nuk na intereson edhe shumë. super. Pa. E di çka, më japësh një gjeta përziej. Ja, nuk përzihet ajo. Këtë e lëm çunave këtu. Po pse, çkujtoj se do ta piun kështu direkt, po s'ka shans. Ja, do të pish. Po s'ka shans. Ore s'bëhet. Jo, Ta piun Mario të dalë. Jo, nuk e di. Se u kështu ka i Mirë, konceptë, nuk ka besim. Po po e pinë Pish ti atë, andej, do vish këtu jashtë, do pish dhe këtë, pastaj dyne nga ana tjetër, pi dhe këtë. Kemi 3 xhirime dhe është super. Atë ti vetëm do rish, unë do Ti do të ngrihet ti Ose, hajde këty nga ana ime këtej ti dhe unë ta kthej kështu e hap gojën ti. Më fal. Kështu në aromë është super, po unë se pi dot. Më vjen keq. Po provoj Mario, se ke provuar. Jo, do ta provoj, po ta përzije një. Okej. Çfarë do ta Jep, përziesh? Do të mjetin tënd. Jo, më jep një nga ato aty, bravo. Ashtu ta përzije. Ja prisha punën. Normale. Bëri shkreti gjithë atë punë aty dhe unë marrë dhe e përzijej. Super. Dario, e gjitha kjo është se unë nuk pi alkool. Prandaj. Asnjë nuk pim alkool Mario. Gëzuar. Po ti do ta përzijesh? Apo do ta kthesh ashtu? Jo, asnjë. Jo, ti pije kështu s'ta kam thënë, se Mario do të jetë i veçantë gjithkohës. Është i veçantë, po duhet edhe në këtë rast. Okej. Ja, në veçantë. Ma përzije, merre përzije. Po zot, Oh, sa i mirë. kemi të bëjmë me një pianec. Kjo është vërtet e mirë. Më fal, jo pianet, një alkolik. A? Është fantastike. E nuk të shon, duhet të fresh dhe ta pish punë. Sa e shish me... Mos më kërko tjetër Mario, se isha duke bërë nazën. Jo, nuk dua tjetër. Më bëj një të madhe. Do bëj me vete. E piu. Akoma ti? Akoma. Sa e shish me ishte? Ktheje. Të thash përzijeje. Do ta përzihesh, prit ta përzihem. Përzije. Shisa... Shko se sa e shish me është tani. E ke gati thënë. Hajt. O Dario. Ore, të të bëj një pyetje vllai. Prit çik. U pive më duket Mario, se shumë po mendosh. O Dario, po pse kam vapu më vlla? Nuk e di. Ke vap? Ç'a ndodhi? Qa ti rusët kur kanë vap? Ui, Alkool. ç'a ishte kjo punë kështu? Më thuaj tani pse kam vap. Qo një këmë që... Se pas e ke qullë. Dario, në këmbë jam. Në keni për që... Në këmbë jam. E kishe Faleminderit. qanë. E kishe qanë. Shumë me mirë. Të dashur miq, shumë faleminderit që na ndoqët. Dario Villa, the best bartender. Era Istreti, si e kishe? Era Rivaj, edhe Mario Barista. Këto janë të gjitha sepse nuk e di çka ka ndodhur, jam shumë kështu i nxehtë. Çka ka ndodhur? Vape madhe. E ka nga shoci. Dashur miq, shifemi javës tjetër me surpriza të reja dhe Sia. Mirëpafshim. Mirupafshim. Pafshim. Ciao. Ciao.